Jemi rikthyer. Profesor, faleminderit shumë. Kam ju thënë shumë herë sonte, sepse unë kam shumë dëshirë si lloj premierash t'i kem. Premierat tuaja në realitet për fatin e mirë të rrallë, kanë qenë fat mirë ata, që ju kanë shiju, i kanë pa, i kanë përjetue, me 26 nëntor në Prishtinë, pastaj me 28 nëntor në Tiranë, dhe me 30 nëntor në Shkup, bashkë ditët e pavarësisë. E kon ditë, nuk e lëshuta, ha? Në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Janë derë lëmej gjaku për të finalizu këto vepra të nivelet lartë profesional dhe intelektual. Edhe për këtë lirin tonë, akoma të pambaruar, mjaftu shumë, por që është të vërteta, me gjithate emocione, momentet bukura, takimi, basha jo dëshira jonë, adheu i përbashket i të gjithve, she mëson më shumë, shohin edhe të tjerët, kjo përvoj e bukura? Na im sikur e kisha atë ndjenjen që po na mungon si popull, edhe si shtet, i ri, ma i ri unë Evropë dhe në botë, po na mungon edhe më tutje ajo shprehja e mirënjohjes dhe falënderimit ndaj miqve tanë ndërkombëtar, në përgjithësi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në veçanti, sepse kalonin 25 vite në fakt që na mungonte në këtë formë artistike të themi me të madhe faleminderit Amerikë, faleminderit NATO, faleminderit ishte dëshirë madhe jona, pasi e shijuam atë sukses të madh në qendrat kryesore shqiptare, Prishtinë, Tiranë dhe në Shkup. Ideja ime ka qenë që më 24 mars 2025, saktësisht në ditën më të madhe të pritur, them kushtimisht me shekuj nga shqiptarët, ndihmën e ndërkombëtarëve, miqve tanë, në përgjithësi Amerikës në veçanti, thash ja vlen Robert, ja vlen ti falenderohemi me këtë kryevepër artistike NATO-s, Amerikës dhe UÇK-s, me disparisi edhe Brukseli. Dhe arritë. E keni arritë. Akoma më shumë shkatojnë momente përvojat veçanta. Robert, po shkojnë në Tiranë. Tashin në Tiranën tonë, se unë thash ke qenë me faqe ke studiu. Po, është ndihem fakt. Kështu a në ke gjithë një numësa atje, se ishkon mirë. Ja, këtu e kam numësat. A këtu e ki numësa? A këtu e gjeta? Po. Ta mund se ka ardhë si profesor, si regjisor i kriju, pastaj vra po vajzat ma. Po i shkoj e Tiranës tënde, ku kështë studiu, tash me një shfaqje tepër veçantë, e cila është shumë e rrallë, jo vetëm në rajon, po dhe në përgjësi në jetën artistike, në skenat e teatrit, është? Po, në fakt ka dalë një lloj shfaqje unike, kështu në Shumë unike në gjithë shka, në fakt. Edhe tash lufta nuk na përket vetëm neve për fat keq. Pra lufta është një fenomen i përsëritshëm në histori edhe sot po e shohim në gjithë botën. Kështu që na kemi tentuar me realizu një shfaqje që e përdor, si më thon, përjetimet tona, por që flet me botën. Pra faktikisht në këtë shfaqje munden me u gjetë kushdo që e shef, qoftë shqiptar, qoftë edhe i huj, qoftë franceza, gjermana, nuk ka pikë rëndësie, pra shfaqja komunikon në gjuhën e trupit kryesisht, universale, e marrin vesh gjithë. Po, kjo ka qenë një prej synimeve, sigurisht përforcohet me fjalën e bukur, me shkrimin mjaft dinjitoz, i cili është bën nga Shpëtim Selmani, e gjithashtu me muzikën, me krijimtarinë, gjithçka është live, pra është një shfaqje e cila buqet live, komplet është e gjallë, nuk ka asnjë gjë jashtë. Pra, megjithëse është shumë moderne, flet me gjithçka gjallë. E në diçka e tillë, një arritje e tillë, që është fal krejt ekipës që kemi punu, kemi qenë shumë. Shumë, kur them, është mbi 50 persona kanë qenë të angazhuar në gjithçka rreth rrotull shfaqjes. Me një maraton, një muaj e gjys për ekipën e për ne gati 4 muaj, për me arrit rezultatin e caktuar, dhe sigurisht me respektu datat cilat i kishim me shumë i kishit profesori atje. Po sigurisht, edhe faktikisht me shumë drejt, sepse aty ishte qëllimi. I dedikohej edhe asaj. Me dërgu një shfaqje tillë në Tiranë, për mua ishte shumë privilegj, nder, kënaqësi, edhe sigurisht mora një feedback, një
nga gjithë kolegët, ish kolegët, artistë shumë, të njerëz qytetarë të rëndomë që të kishin arme po shfaqen, edhe që për mu ishte një plus edhe më i madh, sepse sigurisht aty kur rritesh profesionalisht e ke gjithmonë atë dëshirën me prezantu punën tënde edhe aktivitetin tënd artistik. E për mua ishte jashtëzakonisht e kënaqshme, jo vetëm ai prezantim, edhe Prishtina, edhe Shkupi, edhe gjithandaj ku kemi qenë, faktikisht në pikpamjen e prezantimit jam shumë i lumtur për secilin edhe për gjithçka që ka ndodhur. Pavarësisht që peripecit kanë qenë edhe janë gjithmonë projektet moja, po gjithmonë ja kemi dalë edhe si jemi dorëzuar para fortunave të momentit, sepse dëshira ka qenë më e madhe se sa. Keni buxheti edhe zgjidhje. Po duhet. A profesor, se më pëlqen të them profesor, djali i ri, profesor i formsuar, i përgatitur shumë mirë, me që bëjmë, po i ndjekim pak do momente të veçanta, që thoni ju absolutisht moderne e postmoderne, e që live i ndjekim që ta shohim këtë lloj, a guxojmë i thonë kompilim, ja. Kombinim mund me qenë. Kombinim. Se kompilim marrim të huaja. Këtu i kemi këtë origjinale, i kemi bën vetë, edhe e ndjekim pak gjithë këtë paraqitje shumë interesante me këto ritme, me këto lëvizje, me këto. E ndjekim pak? Idol e kam pas, edhe e kemi pas gjithë me. Që në emisionin e parë ta kemi thonë se i përgjet fotografia, kena mujt me bo kombinime, kështu veç me ndryshu me thonë po flet, Hasan, Prishtina. Veç fotokopje ti me qenë, është madhështia. Bolosht. Dhe emocion i bukur, sigurisht, përvojë veçantë. Shumë e vërtet. E për cilësit këtë çka keni dashur me Pikërisht ashtu, ishte një kombinim i shkëlqyeshëm i 3 qendrave më të mëdha shqiptare, i Shkupit Hasan Prishtinës, por duke falenderuar në veçanti të madhin Adem Karaga, i cili edhe ka qenë njëri nga personazhet kryesorë që ka luajt rolin e babait. Edhe që është markant në paraqitja Ademi, absolutisht. Unë ka një herë sigurisht koreograf dhe regjisorit i ka pëlqyer një herë kjo gjë. Shumë e vërtet, edhe prandaj ishte edhe atje një pritje tipike vllazërore, ngrohtë. Edhe ishte salla plot edhe në Shkup. E bukur është që po e qanit atje, ja, po e dërgonit. Në misionin tuaj vazhdon të rrugtimi. Ishte një ëndër që u realizua pas disa dekadash, shumë suksesshëm po them në Prishtinë, Tiranë dhe në Shkup, dhe që na dha rrugë na i hapi dyre dritare për të rrugtuar edhe në Paris dhe Bruxelles. A mendjen e kishe në Paris edhe në Bruxelles? Gjithmonë atje mendja më shkonte te 24 marsi, se datë ma historike për shqiptarët, po mendoj në fund shekullin 20 është veç dalja në skenë e të madhes, e të lavdishmes, e të papërsëritshmes e ushtrisë ligjore të Kosovës në 28 nëntor 1997, dhe prandaj jo rrallëherë them kudo që shkoj, mos e harroni shqiptarët të dashur 24 marsin, sa aty është fillimi i mbarimit të gjenocidit serbi shqiptar. Sa bukur e thot edhe Recep Selimi atje në atë mbrojtjen e tij, që thot e fillova me Adem Jasharin, e përfundova me Wesley Clark. Shumë bukur. Mira, e fletrar, patjetër e ka bërë bukur dhe shumë dinjitetshëm general Nasim Haradine, një heroj gjallë, një Avni Rustem unikata. Absolutisht. Meritojnë të burra edhe një do për tjetë. Edhe të gjithë ata që në halë që në vëndja jonë të gjithë. Absolutisht. Unë s'ka emision që nuk i përmenim paga shumë. E di që kur gjos mujna mi u bon, po veç leta din që gjithmonë jemi me ta në kauzën e tyre, se është kauza jonë, kauza e këtij kombit për 3000 vjetë. Dhe po dhe shkur janë Parisën në Bruxelles, gjatë vështërsi. Shumë e vërtet, por duke u falenderuar në veçanti një shqiptar francezi, një
një bashkëdhëtari tonë i cili është lind në Bruxelles dhe është rrit në Paris, Aziz Vardar, një producent, një menaxher, një biznesmen brillant, i shkëlqyeshëm, udhëheq i disa teatrave atje në Paris dhe kontakti i tij përmes profesor Trimordhomit, përmes djalit të dajës tim, aktorit tashmë të mirënjohur shqiptar Imer Kotlovcit dhe përmes profesor Robertit, domethënë thjesht një bashkëpunim brillant përmes këtyre njerëzve të cilët kishin dëshirë thjesht të dilnin krah kësaj ekipe të shkëlqyeshme, e realizuam sukses shumë edhe në Paris edhe në Bruxelles. Në Bruxelles, sidomos, ja vlen të përmenden sidomos një bashkëdhëtar i ynë i shkëlqyeshëm i cili na ka ndihmuar edhe moralisht, edhe materialisht, edhe me shumë shokë miq të tij gjithandaj Evropës, Nejmedin Demiri dhe Muzafer Demiri. Të tjerë, të mbajnë dorë të hiqen profesor Karazizin, për Ilnerin, për të gjithë ata. Është e pamundur se janë qindra të tillë. Azizi, me vllajën e tij Halilin, i kanë 5 teatro në për Francë. Po. Në Paris i kanë 2. Po. Në njërën si duket keni qenë ju. Shumë e vërtetë. Unë e kam mik të mirë dhe kam qenë. Ata fëmijë, kur ju vdes babai, amanetin e vetëm në Bruxelles ja u lëm që të flisni shqip. Dhe ata një ditë i thonë nanës vetë se ne kemi amanetin e babës dhe përndryshe Halili është një komedian, stand-up komedi kryesisht i ban, natyrshik, do më thonë, po kuraj e paralajmëron komedinë e vetë, për 2 vjetë i shet biletat. Ashtë shumë e duan. Edhe është krenari shqiptare që do t'ishte bukur një dita këshim këtu. Azizin e kam pasë. Na kemi mbajtë edhe koncert në teatrin e tyre dhe kam realizu një emision e që i falenderoj nga zemra në emrin tuaj për ndihmën edhe për shiqo, këta miqë dhe këta njerëz absolutisht na i hapen dyert gjithandej për ta thënë neve të vërtetën, për ta nxjerrë edhe artistiken e të bukurën sa aty e shohin që na sigurisht që kemi kuadro, kemi emra, personazhe prej Mojsiu të këndej, po me gjithatë është bukur kur shkojnë originalet nga Kosova dhe nxjerrin një diçka të bukur që i befason edhe ata. Si kaluat Paris? A keni pas edhe parisien musafir? Na jem gati ka qenë, gati e pamundur ka qenë, sinqerisht po të them, gati e pamundur ka qenë të shkojmë në Paris dhe në Bruxelles me gjithë këtë ekip, me këtë trup të madh artistike, sepse vërtet ishte çmim kushtues me gjithë ata artista dhe artiste, me aeroplane, me hotele, me ushqime, me ditje, me gjitha me radhë e tjerë, domethënë ishte një çmim bukur i lartë, saqë sinqerisht më desht edhe, domethënë edhe këtu me llogarit atë planin B dhe e kemi atë banesën si të na koshitet puna. Po përbes, edhe kësaj radhe në hipotek më desht me shti banesën. Veç me shkon Paris dhe në Bruxelles. Dhe si ka ndërë? E di probleme të në me kalëzit e ti banesën të në dhanë të në mirë, edhe të nëjë ta shtërngojnë punën e herë për me ta morë. Ja vlen, gjdo sakrificë ja vlen. Po momente sigurisht veçanta, momentet bukura dhe një mision i vazhduar me shumë sukses. Prezenca ambasadorëve tanë të Shqipërisë dhe të Kosovës në Paris dhe në Bruxelles flet shumë, sepse edhe ata janë emocionu dhe janë fascinu me këtë nivel lartë artistik të kësaj kryevepre, kështu që ka qenë mburrje edhe për ata, por edhe një mesazh, një porosi që të mos heshtin, të na ndihmojnë, sepse ne ata që kemi në radhë Freiburgun, ku do të marrim pjesë në festivalin ndërkombëtar të shfaqjeve teatrale Dans Teatr, dhe që jemi kualifikuar mu atë ditë kur e patëm premierën në Prishtinë dhe që ja vlen me përmendje mike të madhe të profesor Robertit, Chantal Kollmajer, e cila është kryetari festivalit ndërkombëtar për shfaqjet teatrale Dans Teatr. Kisha pyetje të radhës, a do të shkojmë në ndonjë festival? Në Prishtinë, ja kemi mundsuar edhe sa i marrë dhe me përcjell këtë shfaqje, ajo është fascinuar dhe me lëtë në sy ndat atë natë me ne dhe i ka ndarë dhe imin dhe emocionin e asaj ngjarje, gjithë asaj vepre shumë dimensionale, kështu që atë natë na tha mua edhe profesorit edhe gjithë të tjerëve kur darkuam së bashku me krejt ekipin, tha profesor,
Profesorët nderuar tha që tash jeni të kualifikuar në shtator të vitit 2025. Ministria, Ministria e Kulturës, dëgjo se dush më na përkrah në këtë drejtim. Pastaj drejtori ekzekutiv aktual i Ligës Shqiptare Amerikane, profesor Gimaliçka, një bashkëveprimtar i imi, një bashkëautor i librit tim Mos harro kurrë, ka qenë prezent edhe ai na ka ndihmuar edhe moralisht edhe materialisht. Atë ditë ka prezantuar enkasar prej Amerike në Prishtinë, edhe ai ka marrë përsipër barrën e organizimit për New York, Dallas dhe Detroit. I kam thënë agim që të barë kryesisht kam i thalan ty. Profesor, nga agimit kemi mja dhoni dorë tërkitjen, unë se më thamë gjithmonë njerëzve për t'i falenderuar veç një dorë tërkitjen nga kjo skemë absolutisht për punën e tij të tanjetshme kombëtare. Shumë vërtet. Kështu që unë mundova me përdor një fjalë të bukur, se kemi të bukur, të tanjetshme kombëtare. Pikërisht ashtu. A shfrytëzove në mundësinë që të njihesh më shumë se Imer Kutlovcin, pastaj është Arben Bayraktari, pastaj është edhe Flutra Zaneli atje, e ki goxhani ekip që me i kombinu mundesh me bën një shfaqje, e kemi edhe teatrin që Azizi në këto 25 vjet, ata se kanë që 25 vjet pak më vonë, për çdo shfaqje, çdo gjë shqiptare e ka lëshu gratis. Nuk e keni ide në mes të Parisit, edhe me falenderu nga zemra gjitha këto, po se do të ishte bukur. Një rrugë do të shfrytëzohet për me dalë Robert Nuha atje në skenën ndërkombëtare. Patjetër, ka qenë privilegj, kënaqësi. Rasti mirë, po gjithashtu atë natë kemi pas mysafir edhe shqiptar, po kemi pas edhe francez, edhe të nacionaliteteve tjera. Ka qenë shumë e rëndësishme pjesëmarrja e Patrick Mons, që është një ndër dramaturg regjisorët më të famshëm në Francë. Gjithashtu është edhe një prej selektorëve të Avignonit, i cili ka qenë prezent e ka bërë një shkrim fantastik për shfaqjen për cilin mburrem shumë sot. Është një shkrim që do të mbetet kështu në ato sirtarët tona të arritshmërisë, nëse mund të më thënë. Një derë edhe ma shumë për me pa mundësit për Avignon. Se kur flet ai ka fol kritika. Po sigurisht. Kritika franceze, kjo është mrekulli, ëh. Kështu që ai ka bën një krahasim të jashtëzakonshëm të shfaqjes me shfaqjet që janë të nivelit botnor, pra e ka quajt si shfaqje e niveleve të larta botërore, kështu që për ne ka qenë shumë krenari. Faktikisht unë e takova e kam pas rast me taku dhe për para, në punë të mija të ndryshme dhe jashtë vendit, po nuk ma morri mendja se do të vi, sepse ka një agent mjaft ngjeshëm edhe zakonisht ta personalitete është pak e vështirë me i pas sigurisht. Po fatbarësi ishte sigurisht prezantimi në Paris, një mundësi ma shumë sepse ai jeton në Paris. Erdhi aty. Edhe për ne ishte shumë kënaqësi. Përveç kësaj ka pasur mysafir tjerë të rëndësishëm, cilët gjithë me radhë kanë shprehur mirënjohjen që sidomos shqiptarët që jetojnë dhe veprojnë atje, mirënjohje për punën, për djersën, për gjithçka kemi arrit me ballë me çu shfaqjen në Evropë, në Paris, në kryeqendrën e Europës. Një sakrificë e jashtëzakonshme e profesorit, qendrëstar siç është profesori, që nuk hiq dorë në asnjë mënyrë, sepse me thënë drejtën mas gjithë këtyne ma shtove një fjalë të bukur. Në të ardhmen kam e lajmëru as profesor, as doktor, po qendrëstari në sret plana. I shkon. Për shkak të vështirësive që kemi pas kemi gjetë mbështetjen e duhur në institucione, është një fatkeqësi e madhe. Faktikisht është dëshpëruese, po jo për me hek dorë. Asnjë mënyrë. Kjo veç e rrit vullnetin që me shku për para, po kur më rrim qatë pikë, ka qenë 2-3 herë që i kam thënë profesorit, hajde po e lam këtë punë, edhe nëse është në këtë pikë, po e lam se s'kemi qushme, është pak e vështirë. Po absolut profesori nuk ka dorë dhe nuk ka dashur as me dëgju për atë pjesë. Po sigurisht këtu duhet me i falenderoj edhe ekipën komplet, që janë treguar shumë mirëkuptues edhe kanë qenë gatshëm edhe shumë bashkëpunues që na me arrit me u prezantua atje. Ka qenë në qëllim kështu shpirtënor, patriotik pse jo? Sigurisht. Artistik normal për me shku edhe me. Ju po vazhdoni rrugën e dëshmisë. Pikërisht. E një dëshmije që
akoma është e pamjaftueshme për fat keq edhe për plot pjesë edhe të perëndimit se liria jon është e merituar, e dëshirueshme dhe e meritueshme në çdo moment. Në Evropën e civilizuar, një popull përjeton të robërinë në vitin 1999 akoma. Ishte rënd. Po që të jemi konsekvent dhe me historinë tonë, duhet të bëjmë kështu absolutisht çush po bën profesori, si po bëni ju, edhe për plot të tjerë, do të ishte shumë më e rëndësishme. A e dini që me patjetër Roberti ndoshta dhe ka dëgju, pas një filmi të realizuar në Afrikën e Jugut, kur populli i mirë zezak e realizon për apartheidin, normalisht që ka pas edhe të bardhë dhe kështu, po pas shfaqjes së tij në Berlin dalin mbi 500.000 berlinez në protest kundër apartheidit. Do më thonë, s'ka më të fuqishme diçka se e shkruara, e dëshmuara edhe arti. Diçka e jashtëzakonshme. Pikërisht ashtu. Në këtë rrugtim, planet i keni me kalu Atlantikun, profesor, Është ma shumë se kënaqësi që vull t'i japim në Amerikën mike kësaj kryevepre që vërtet e tha dhe profesor Roberti e kanë cilësuar të tjerë të huajt profesionistat si një vepër e kalibrit evropian dhe botëror. Me qenë se është e tillë, unë nuk di çka duhet me bëma tepër për me hezitu Ministria e Kulturës, Qeveria, Republika jonë ndërdane e përgjakur me i përkra këta djemë dhe këto vajzë. Se unë ti e kemi hangër në iba, po shaka pak po bëj se ti e i rinë krasi me mu. Ja, shaka, se unë dhe të me ngocë pak, unë 65 e më tepër veç i kam bë, kështu që unë e kam fjallën tash po kalejt e Robertit e djemë dhe vajzët që janë ka 2-3 vjetë, 25, 30, 32, që janë në vlogun e afirmitetit artistik dhe prandaj këtyre do të mi u dhanë mundësin që këta këtë vepër gjigante të popullit tonë të shumë vujtur dhe liridashës ta shpërfaqin qendrat më të njëjore evropiane dhe botërore dhe vërtet kur të arrin të preket, të sensibilizohet na im i nderuar, miku im i dashur, opinioni evropian dhe botëror përmes kësaj shfaqje artistike shumë dimensionale që ky popull ka vujt shumë. Ky popull ka qenë vërtet me shekuj i martirizuar. Ky popull është gati si Feniksi, një herë është vrarë dhe 7 herë është ngjallë. Dhe ky popull meriton shumë më shumë përkrahje nga Evropa dhe bota përparimtare, e jo edhe me tutje t'i bëhet hile dhe të sillen me demagogjit e tyre si që janë sjellë shumë herë evropian për fatin ton të keq, dhe prandaj duhet t'ua bëjmë dije që ne jemi vërtet popull evropian me krejt kapacitetin ton të mundshëm, profesional, intelektual dhe patriotik. Do më planet përveç në Amerikë, cilat janë tjera? Po me pas ndihmën minimalit, thëmë shumë sinqert në të institucioneve tona, ishtë dosht që një budget sa dhe i vogël minimal të ndahet enkas për këtë kryevepër dhe të mos ndalet deri në Afrikë, madje edhe deri në Australinë e largët. Do të ishte mirë, të do të ishte mirë, mos ndalet. Kjo është kryevepër më i mirë. Po, është kryevepër e pavdekshme, dhe më anë jeton, sa jeton populli mbi këtë tokë. Të tillë kanë arrit ta bëjnë dhe ta finalizojnë ekipa jonë e shkëlqyshme, unë mburrem me ta, unë thjesht jam fascinu me nivelin disiplinës dhe përkushtimin që e kanë bo. Kur jam shkuar në fillim, në ditët e parë të ushtrime, kur ka filluar Roberti, aq me zemër, aq me shpirt e ka kuptuar idenë time, sa që ka 2-13 orë në ditë kanë ushtruar në im. Në që salën nga salës të kuqe që të kanë qenë ato 2 salat shtesë që në Pallatin e Rinis. Na ka afruar kryetari përparem Rama në Pallatin e Rinis, ka 2-13 orë në ditë i ushtran, sa që në fillim shumë zërë, nuk e tha për i modestis profesor Roberti, që në fillim shumë e ka pas vështirë të stabilizon, të qetëson aktorët dhe aktorët prej emocionive dhe dhimbjeve që atyre u ka shkaktuar përmbajtja, karakteri përmbajtësojër i kësaj shfaqje. Besoj nderuari naim, disa ditë, për të mos thënë 2-3 javë rresht, ata kanë derë lët, djerës dhe gjak, derisa janë stabilizuar me rolit e tyre artistike. As meritoj një dvarë kërkime. Unë e thamë, asë njëherë nuk është të thamë për të thënë dhe për të thënë të tërën, se nëse japim krejt e kemi kry. Profesorin nderuar, në sret plana, faleminderit shumë për këtë punën që e banë Robert
Faleminderit shumë që i bashkëngjit punës madhe, edhe krejt ata që e ke, ja ke dhënë fillimisht asaj që fillimisht tingëllon kombëtare, nacionale edhe pastaj artistike e inshallah dhe internacionale. Po e ndjekim, gjithsesi po e mbyllim bisedën me juve me pjesë nga kjo shfaqje që simbolizon dasmën dhe lojën, Simbolizon, si me thënë, është kulminacioni i shfaqjes. Është pikërisht zbërthimi i dedikimit të 1432 fëmijëve të vranë gjatë luftës. Faleminderit shumë. Ndeshë.